إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Falënderojmë Allahun për mirësinë e Islamit, të imanit dhe për mirësinë e asaj që ka lënë mes nesh dietar, edukator, të shkrimtar të pejgamberëve që e ripërtërin, e rifreskojnë dhe e përcjellin dijen e pastër të fesë të tij në çdo shekull dhe në çdo brez dhe gjenerat. Prej tyre është dietari i nderuar, ripërtërishi i fesë në kohën e tij Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, dhe kjo broshurë e begat dhe dobishme që jemi duke përfunduar me titull Sheikhu e ka quajtur Ba'du Fawaid Surat al-Fatiha, disa dobi nga Sura al-Fatiha, dhe me komentin e sheikhut nderuar, prindit ton Sheikh Salih Fawzan al-Fawzan, Allah ruajt. Thot autori Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, Allah mëshiroft, dashuria e tretë, نوع الثالث من أنواع المحبة, është dashuria e natyrshme. Ajo është dashuria për pasurinë dhe fëmijët. Nëse kjo nuk të largon nga bindja ndaj Allahut dhe nuk të ndihmon në ndaleset e Allahut, atëherë ajo është e lejuar. Dashuria e katërt është dashuria për pasuesit të tauhidit dhe urrejtja ndaj idhujtarëve. Kjo është al-urwatul wuthqa, lidhja më e fortë e besimit. Awthaqu ura al-iman. Lidhja më e fortë e besimit dhe prej gjërave më madhore me të cilat robi adhuron Zotin e tij. Pastaj thot ajeti i dytë, në të ka shpresë, dhe ajeti i tretë në të ka frikë. Thot Sheikh al-Fawzani, Allahu e ruaj, në komentin e tij, thot e treta, pra dashuria e natyrshme. Ajo në të cilën njeriu është i krijuar dhe i prirur, pra është vendosur në natyrshmërinë dhe në prirjen e tij. Njeriu i do të afërmit e tij, i do fëmijët e tij, i do miqtë e tij, e do atë që i bën mirë atij. Kjo është dashuria natyrshme për cilën njeriu nuk merret në përgjegjësi, përveç nëse i jep përparësi asaj mbi dashurinë për Allahun dhe të dërguarin e tij. Atëherë ai bën gjuna. Thot Allahu i lartësuar në Kur'anin Fisnik: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الظالمين. Thot i lartësuari, thuaj, nëse etrit tuaj, bijt tuaj, vëllezërit tuaj, bashortët tuaja, farefisi juaj, pasuria që keni fituar, tregtia për të cilën friksoni se do të dështoj, dhe banesat që ju pëlqejnë, nëse janë më të dashur për ju se Allahu, i dërguari i tij dhe lufta në rrugën e tij, atëherë prisni derisa Allahu të sjellë urdhën e tij, dhe Allahu nuk i udhëzon njerëzit e pabindur. Pra ata që kanë dalë nga bindja e tij subhanahu wa taala. Pra në thotë Sheikhu, nëse i jep përparësi dashurisë për këto gjëra mbi atë që e do Allahu dhe dërguari i tij, atëherë ai është i kërcënuar me këtë kërcënim dhe paralajmërim. Dashuria e katërt që dëgjojmë tek autori, Allahu mëshiroft, dashuria për miqtë e Allahut dhe urrejtja ndaj armiqve të Allahut. Kjo është miqësia për hir të Allahut dhe armiqësia për hir të tij, el-wala wal-bara. Njeriu i do njerëzit e tauhidit dhe i urren thtarët e shirkut. Kjo është lidhja më e fortë e besimit. Kjo është dashuria për hir të Allahut dhe urrejtja për hir të Allahut. Ky është miqësimi dhe distancimi. Kjo është ndër gjërat më të vështira për njeriu. Nëse ai do njerëzit e tauhidit, i miqson ata dhe urren thtarët e shirkut dhe i armiqson ata, atëherë kjo është shenjë e besimit të patundur. Ajeti i dytë nga Sura al-Fatiha është Ar-Rahman Ar-Rahim. Pasi është autori në të gjendet shpresa. Thoshë vëzoni, të ka shpresë për mëshirën e Allahut, sepse kur ai është mëshirues dhe mëshirbërës, atëherë shpresohet mëshira e gjerë e tij. Ajeti i tretë është fjala e tij Malik Yawmiddin ose Malik Yawmiddin, sunduesi i ditës së gjykimit.
Në të ka frikësim nga ajo ditë dhe llogaridhënia dhe gjykimi. Në ditën e Kiametit për veprat e këqija, prandaj në të ka frikë. Ajeti i parë përmban dashurinë për Allahun, pra elhamdulillahi rabbil alamin. I dyti, Ar-Rahmanir Rahim, përmban shpresën për mëshirën e Allahut, dhe i treti përmban frikën nga dënimi i Allahut. Kur bashkohen këto tri gjëra, dashuria, shpresa dhe frika, atëherë ato janë themeli i adhurimit. Ndërsa kush merr vetëm njërin prej tyre, ai është i devijuar. Kush adhuron Allahun vetëm me dashuri, pa frikë dhe pa shpresë, kjo është nga rruga e sufive, të cilët ne nuk e adhurojmë Allahun nga frika e zjarrit të tij dhe as nga dëshira për xhenetin e tij. Vërtet ne adhurojmë atë sepse e duam. Kjo ka qenë parulla e Rabia al-Adawiyya, ka qenë një grua e devotshme në Egjipt, ka qenë prej sufistëve. Edhe ajo këtë u mësonte pasuesve të saj në Egjipt. Ky do sikur është devijim. Allahu na ruaj, sepse të dërguarit e Allahut dhe engjëjt, që janë krijesat më të mira, ata i friksojnë Allahut dhe shpresojnë tek ai. Thotë i lartësuar, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Thotë vërtet ata, pra njerëzit e devotshëm dhe melekët, tefsirin e saj, përpiqeshin në vepra të mira dhe na luteshin me shpresë dhe frikë dhe ishin të përulur ndaj nesh. Pra të dërguarit i friksohen Allahu dhe shpresojnë tek ai. Thotë i lartësuari, ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasila ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adhabahu. Ata që këta i lushin angjëjt, profetët dhe ulijat, ata vetë kërkojnë afrimin tek Zoti i tyre, pra me vepra të mira, se kush është më afër, shpresojnë mëshirën e tij dhe i friksohen dënimit të tij. Këta, siç është përmendur në tefsir, thotë Sheikhu, janë Uzeiri, Isai dhe Jemati alayhim salam, të cilët i adhuronin idhujtarët. Ata janë robër që shpresojnë mëshirën e Allahut dhe i friksohen dënimit të tij. Prandaj si mund të adhurojnë këta bashkë me Allahun? Kush adhuron Allahun vetëm me shpresë është prej murxhive, të cilët mbështeten vetëm tek shpresa dhe nuk kanë frikë nga gjunahet dhe nga mëkatet. Ata thonë se besimi është vetëm besim në zemër, ose besim në zemër me shqiptim me gjuhë, dhe thonë se veprat janë vetëm plotësuese. Kjo është devijim, Allahu na ruaj, sepse besimi është fjalë, vepër dhe bindje, nuk mjafton vetëm njëra prej tyre, por duhen patjetër të gjitha së bashku. Nuk është vetëm fjalë, as vetëm vepër dhe as vetëm bindje, por duhen të gjitha këto që të realizohet patjetër besimi i saktë i pranuar tek Allahu. Kush adhuron Allahun vetëm me frikë, ai është në rrugën e Khawarijve, ose përmendëm në mësimin e kaluar, al-Wa'idiyya, ata që i dhanë përparësi teksteve të kërcënimit në Kur'an dhe në Sunet, të cilët adhurojnë Allahun vetëm me frikë, duke marrë vetëm tekstet e kërcënimit dhe duke lënë tekstet e premtimit, faljes dhe mëshirës. Këto pra janë tri grupe, sufit, murxhiat dhe khawarijët, ndërsa rruga e së vërtetës është bashkimi i këtyre tre gjërave, dashuria, frika dhe shpresa. Ky është besimi, kjo është rruga e besimtarëve dhe ky është tauhidi. Dhe këtë e kanë përmbledhur këto tri ajete, pra elhamdulillahi rabbil alamin, ky ajet përmban dashurinë, mbajmë mend. Ar-Rahmanir Rahim, ky përmban shpresën. Maliki Yawmiddin, ky përmban frikën. Pastaj thot autori, iyyaka na'budu, do thot të adhuroj ty o Zot me këto të treja, pra me dashurinë për ty, me shpresën tek ti dhe me frikën ndaj teje. Këto të treja janë shtyllat e adhurimit dhe dedikimi i tyre dikujt tjetër përveç Allahut është shirk, pra shortaksi në adhurimin e Allahut. Sepse është gjunahu më i madh që Allahu nuk e fal atë. Në këto të treja, thot autori, ka kundërpërgjigje ndaj atyre që lidhen vetëm me njërin prej tyre, si për shembull ai që lidhet vetëm me dashurinë, ose lidhet vetëm me shpresën, ose lidhet vetëm me frikën. Kushdo që ja dedikon ndonjërin prej tyre dikujt tjetër përveç Allahut, ai është mushrik. Nga dobitë e tyre është gjithashtu kundërpërgjigja ndaj tri grupeve, ku secili grup lidhet vetëm me njërin prej tyre. Si ai që adhuron Allahun vetëm me dashuri, po ashtu ai që adhuron Allahun vetëm me shpresë, si murxhiat, dhe ai që adhuron Allahun vetëm me frikë, si khawarijët. Pasi Fozani, Allahu varuajt, komentin e këtyre fjalëve të autorit, thotë, iyyaka na'budu, vetëm ty të adhurojmë. E adhurojmë atë të lartësuarin me këto të trija, dashurinë, frikën dhe shpresën, sepse adhurimi nuk realizohet veçse me to, pra me të treja së bashku. Do të thotë se
kush e do dikë tjetër përveç Allahut është mushrik, pra jo dashurinë natyrshme. Po themi dashurinë ibadet. Kush shpreson te dikujt tjetër përveç Allahut, ai është mushrik. Kush friksohet nga dikush tjetër përveç Allahut, ai është mushrik. Dhe thoshiu ata janë sufit, që adhurojnë Allahun vetëm me dashuri, pastaj të tjerë që adhurojnë vetëm me frikë janë murxhiat, dhe ata që adhurojnë Allahun vetëm me frikë janë xhawarizët. Dhe ata që quhen al-wa'idiyya, e përmendëm ata që i dhanë përparësi kërcënimit. Quhen kështu sepse kanë marrë vetëm tekstet e kërcënimit dhe kanë lënë tekstet e shpresës dhe të falës Allahut dhe thon dietarët ajetet që kanë zbritur për idhujtarët dhe besimtarët dhe hipokritët, çfarë i zbatuan mbi muslimanët gjunaqtar. Gjë që është e gabuar, pra ti nxjerrësh tekstet dhe argumentet nga konteksti i tyre. Thoshihu murxhiat janë quajtur kështu sepse ata e kanë përjashtuar veprën, pra e kanë shtyr atë jashtë për kufizimit të imanit, sepse irxa do të thotë vonim. Si në fjalën e të lartësuarit, wa qalu arjih wa akhahu. Ata, pra populli i faraonit, çfarë thanë? Ata thanë shtyje atë dhe vllajën e tij. Domethënë vonoje çështjen e tij dhe shqyrtoje. Pra irxa do të thotë vonim. U quajtën murxhi sepse i vonuan veprat nga realiteti i imanit dhe i nxorën ato nga realiteti i imanit. Këta murxhia thonë që besimi i muslimanit me besim më të dobët është që lloj me besimin e Xhibrit alayhis salam. Në momentin që ti bën shahadet, i thotë ti je besimtar dhe nuk të dëmtojnë ty gjunahe. Thotë la yadhurru ma'al imani shay'un. Ata thonë që imani as rritet dhe forcohet dhe as zvogëlohet dhe paksohet. Kundërshtim pra me atë përkufizimin e Ehlusunnet e Xhamatit, që imani është fjalë me gjuhë, bindje me zemër dhe vepra me gjymtyr, rritet dhe forcohet me vepra të mira dhe me bindje, dhe zvogëlohet dhe paksohet dhe dobësohet me gjunahe. Xhawarizët, grupi tjetër, janë ata që dolën kundër prisave të muslimanëve dhe i shpallën ata jo besimtar. Ata mbështeten në tekstet e kërcënimit dhe i shpallën jo besimtar muslimanët për gjunat e mëdha, ato që janë më të vogla se shirku, pra poshtë shirkut. Dhe thonë se kush vdes me to, pra me gjunat e mëdhaja, do të jetë i përjetshëm në zjarr. Thot autori, thot iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pra vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Në këtë ajet ka argument për tauhidin al-uluhiyya, që është tauhidi i adhurimit, dhe për tauhidin ar-rububiyya, tauhidi i zotërimit. Sa bukur shiku, pra nxjerr nga ky ajet të dyja këto lloje të tauhidit. Thot iyyaka na'budu, vetëm ty të adhurojmë, përmban tauhidin e adhurimit, ndërsa iyyaka nasta'in, vetëm prej teje ndihmë kërkojmë, përmban tauhidin e zotërimit. Pastaj thot ihdina siratal mustaqim, na udhëzon në rrugën e drejtë. Në këtë ka kundërpërgjigje ndaj bidatçive. Thoshte Fozani në komentin e këtyre fjalëve të autorit, thot iyyaka na'budu, vetëm ty të adhurojmë, përmban tauhidin e adhurimit, që do të thotë veçimi i Allahut me veprat e robërve që ai u ka ligjëruar atyre, sepse uluhia do të thotë adhurim. Dhe adhurimi është prej veprave të robëve të Allahut. Quhet ifradullahi bi af'ali al-ibad, veçimi i Allahut me veprat e robëve të tij. Ndërsa wa iyyaka nasta'in, dhe vetëm për te ndihmë kërkojmë, përmban tauhidin e zotërimit. Pse? Sepse ndihma është prej veprave të Zotit të lartësuarit dhe tauhidi i rububiyes është veçimi i Allahut në veprat e tij. Ifradullahi bi af'alihi. Iyyaka nasta'in, pra ndihma është prej çfarë? Allahu ndihmon robët e tij, besimtarët, ata që i bindën atij. Pra kjo është ajo që desha domethënë të nënvizoj, që iyyaka nasta'in ka në të pohim dhe vërtetim në pranim të tauhidit rububiyye. Ihdina siratal mustaqim, na udhëzon në rrugën e drejtë. Thot udhëzimi është dy llojesh. Udhëzimi i sqarimit dhe orientimit dhe udhëzimi i suksesit dhe i përforcimit. Quhet hidayatu al-bayani wal-irshad dhe hidayatu at-tawfiqi wat-tathbit ose thabat. Ka dy lloje udhëzimi. Pra udhëzimi i sqarimit dhe orientimit, te ky sigurisht vjen nga Allahu dhe vjen edhe nga robët. Allahu ka dërguar pejgamberët për të lloj çfarë udhëzimi, që të orientojnë, të qartësojnë njerëzve rrugën. Allahu la thot wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Vërtet që ti udhëzon në rrugën e drejtë. Çfarë? Këtë lloj udhëzimi, pra u sqaron dhe orienton njerëzve.
Kurse në ajeti tjetër innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Vërtet ti nuk udhëzon atë që dëshiron. Pra këtë udhëzimin tjetër. Nuk jep sukses në udhëzim atij që do, por se Allah udhëzon atë që do ai. Pra këtë dy ajete kuptojnë kështu thon dietarët. I pari përmban udhëzimi i sqarimit dhe orientimit dhe udhëzimi i suksesit dhe përforcimit. Udhëzimi i sqarimit dhe orientimit u është dhënë të gjitha krijesave. Ka dhënë Allahu borxh të gjitha krijesave. Besimtarve, jo besimtarve dhe idhujtarve, sepse Allahu u ka treguar dhe u ka sqaruar rrugën e së vërtetës. O hadaynahu najdain. Dhe orientuan dhe për këtë dy stigjet, për këtë dy rrugët. Por jo besimtarët nuk e pranuan. Allahu lashtuar thot: "Wa amma thamudu fahadaynahum fastahabbu al-'ama 'ala al-huda." Thot sa i përket popullit të Thamudit ne ju udhëzuam ata, por se ata preferuan verbërinë në vend të udhëzimit. Ose shurdhërinë. Populli Nuh çfarë bëri? Inma kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wasarru wastakbaru istikbara. Sa herë që thot unë i ftoja që ti falësh ata, vendosin gishtat në vesh dhe mbuloshin me rrobat e tyre dhe insistonin pranë gjunat e tyre. Pra preferuan çfarë? Shurdhrinë, verbërinë dhe nuk e pranuan ftesën e Nuhut alayhis salam. Më që u ka ardhur udhëzimi, por se kanë preferuar verbërinë përpara drejtës të udhëzimit. Pra, thot Allahu hadaynahum yuzuam do të thotë u shpjeguam dhe u sqaruam rrugën e drejtë. Pra Allahu i ka udhëzuar të gjitha krijesat me udhëzimin e sqarimit dhe të orientimit. Dhe lloji i dytë është kur themi ihdina siratal mustaqim, udhëzona pra, në rrugën e drejtë. Lloji i dytë është udhëzimi i suksesit dhe pranimit të së vërtetës. Dhe ky është i veçantë vetëm për besimtarët. Pra ti kërkon Allahu të dy llojet e udhëzimit. Rruga e drejtë foshiku do të thotë rrugë e drejtë e balancuar. Rruga e Allahut është e drejtë pra e qëndrueshme dhe e qartë. Ndryshe nga rrugët e humbjes që janë të shtrembruara, të devijuara dhe dredha, dhe ai që ecën në to humbet. Dhe rruga e Allahut është vetëm një, rrugët e humbjes janë shumë. Wa anna hadha sirati mustaqiman. Vërtet që rruga ime është e drejtë, fattabi'uhu, pasoni atë. Wa la tattabi'u subul, mos pasoni ato rrugëzat. Fatafarraqa bikum an sabili. Se do të përçajë thotë ju nga rruga ime. Ajeti kuranor. Ndërsa rruga e Allahut është e qartë dhe e drejtë, kush ecën në të do të përfundojë në xhenet. Ai e di që përmendëm wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Vërtet kjo është rruga ime e drejtë, prandaj ndiqeni atë dhe mos ndiqni rrugë të tjera, por rrugicat që t'ju përçajnë të largojnë nga rruga e tij. Pra ti kërkon Allahut të udhëzojë në këtë rrugë. Ihdina siratal mustaqim, që është e drejtë. Thot autori sa për dy ajetet e fundit, në to ka dobi rreth përmendjes së gjendjes së njerëzve. Allahu i ka ndarë ata në 3 kategori. Të begatuarit, al-maghdubi alejhim, ata mbi të cilët ra zemrimi dhe të humburit, dalin. Ata mbi të cilët ra zemrimi janë njerëzit që kanë dije, por nuk punojnë me të. Të humburit janë njerëzit e adhurimit pa dije. Edhe nëse shkaku i zbritjes thot shiku lidhet me jahudit dhe të krishterët, ai përfshin çdo njeri që ka këto cilësi. Kategoria e tretë janë ata që bashkojnë midis dijes dhe veprës, dhe këta janë të begatuarit. Thot Sheh Fozani në komendin e këtyre fjalëve të autorit, thot njerëzit janë ose të begatuar, ose mbi ta ka rënë zemrimi, ose janë të humbur. Nuk ka të katërt. Allah i ka ndarë në surën Fatiha njerëzit në 3 kategori. Të begatuarit janë ata që kanë marrë dijen e dobishme, dhe kanë vepruar me të. Ata mbi të cilët ka rënë zemrimi janë ata që kanë marrë dijen dhe kanë lënë punë me të. Ndërsa të humburit janë ata që kanë marrë veprat dhe kanë lënë dijen. Dallimi i çdo grupi. Ti kërkon Allahut të bëj prej të begatuarve dhe të largoj nga rruga e tyre me të cilët ra zemrimi dhe nga rruga e të humburve. Kjo është një sure madhështore. Prandaj Allahu ka bërë obligim në çdo rekat për shkak të këtyre kuptimeve të mëdha. Al-maghdubi alejhim ata janë thotë hebrejt, pra shifutët, dhe kushdo që ndjek rrugën e tyre nga ky ummet. Ata që mësuan por nuk vepruan me dije. Dietar po se që punon me dijen e tij. Prej tyre thotë shiku janë sufistët, bidatçinë dhe të devijuar. Të gjithë këta hynë tek të humburit, sepse merren, pra grupi tjetër të humburit,
merren me adhurim dhe e lën dijen, duke thënë se dija të largon nga veprat. Për tyre grupi I tabligzave, ose xhamati I ahbabve, ose xhamati I tabligve, firqatu tabligh, të cilët kur thuat lexojnë Buhariun, Muslimin apo libra dhe thotë jo, këta janë për dietarët. Ne lexojmë vetëm Riyadhus Salihin dhe jetën e sahabëve. Se thotë librat e hadithit apo të akidës janë për dietarët, nuk janë për ne. Pra këta bëjnë pjesë të dietarës, Sheikh Al-Albani ka quajtur këta tabliza sufist bashkohor. Lan dijen dhe adhurojnë Allahun me padituri. Thotë Sheikhu Sheikh Fauzani, edhe nëse shkaku I zbritjes së al-maghdubi alehim është ka ardhur në hadith profetik që është pyetje për kush janë al-maghdubi alehim, ka thënë janë jehudit. Edhe dalin janë krishterët, nasarët. Pra edhe nëse shkaku I zbritjes së këtyre ajeteve, atyre me të cilët ka rënë zemrimi është për ebrejt dhe të humbrit janë për krishterët, mësimi që nxirret është që merret parasysh quhet al-ibratu laysa bi umumi al-lafz. ليس بعموم اللفظ ولكن بخصوص المعنى. Pra merret parasysh përgjithësia e shprehjes, jo veçantia e shkakut. Është I baskë në tefsir. Prandaj disa nga selefët kanë thënë kush prishet, thuhet që I pari që ka thënë këtë term ka qenë Sufjan ibn Uyayna. Man fasada min ulama'ina fa fihi shabahu min al-yahud. Wa man fasada min ubadina fa fihi shabahu min an-nasara. Mbasi pasaj e kanë përmendur selef të tjerë. Thot, kush prishet dhe shturet nga dietarët tanë kanë ngjashmëri me hebrejt. Dhe kush prishet nga adhuruesit tanë kanë ngjashmëri me të krishterët. Allahu I lartësuar thot: وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Kush I bindet Allahut dhe të dërguarit, ata janë me ata që Allahu I ka begatuar prej profetëve, të sinqertëve, dëshmorëve dhe të drejtëve. Sa shok dhe shoqëri e mirë janë këta. Këta janë të begatuarit. Nëse dëshiron të jesh me ta, bashko dijen e dobishme me veprat e mira. Pra Ahli Sunneti dhe Xhamati, grupi shpëror parandimor, janë ata që bashkuan midis dijes së dobishme që merret nga Kurani dhe Suneti dhe veprat e mira ato që kanë sinqeritet për Allahun dhe pasim të Sunetit. Thot autori Allahu mëshiroft, është fundi I librit, prej dobive të saj është, shive çfarë dobish ka Fatihaja, shkëputja e njeriut nga mbështetja në fuqinë dhe aftësitë personale, sepse ai është I begatuar me mirësi. Gjithashtu në të është njohja e Allahut në mënyrë të plotë dhe mohimi I mangësive prej Tij I lartësuar dhe I madhruari. Nëpërmjet saj njeriu njeh Zotin e tij dhe njeh veten, nëpërmjet surës Al-Fatiha. Sepse duke qenë se vërtet ka një Zot, pra Rab, patjetër ka dhe të krijuar. Dhe duke qenë se ka një mëshirues, atëherë patjetër që ka dhe të mëshiruar. Sa bukur, la ilaha illallah. Po si Fauzani komentin e këtyre fjalëve thotë, kjo është në fjalën e Allahut vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm për te ndihmë kërkojmë. Si dhe në fjalën e tij atyre të cilëve u ke dhënë mirësi, sirata alladhina an'amta alehim dhe ihdina udhzona. Sepse kjo është mirësi nga Allahu dhe jo nga fuqia apo nga aftësia jote. Ti mburesh njerëz që si thua, unë jam I udhëzuar, ti I pa udhëzuar, ti thua alhamdulillah më ka udhëzuar Allahu, se isha dhe unë si ti dje. Por nuk e thoj që unë jam I udhëzuar, ti je pa udhëzuar. Jo, I thua alhamdulillah që më udhëzoi Allahu, se dhe unë do të isha si ti. I pa udhëzuar kam qenë dhe unë, pra nuk I mburesh se udhëzove vetë udhëzove ti, vetë arritin në udhëzim. Ja. Të udhëzoi Allahu. Pra, sepse kjo është mirësi nga Allahu dhe jo nga fuqia apo aftësia jote. Suksesi yt për dije të dobishme dhe për të vepruar me të është nga Allahu. Po të donte Allahu do të ishe nga të zemëruarit me ta ose nga të humburit. Ai që të ka dhënë mirësi, të ka përjashtuar në këto dy grupe, dhe të ka bërë të jesh me profetët të sinqertë dhe dëshmorët, është Allahu I madhëruar dhe lartësuar. Kjo nuk është nga fuqia apo aftësia jote, por nga mirësia e Allahut. Prandaj lidhe zemrën tënde me Allahun, pra tauhidi. Tawakkuli, mbështetje tek Allahu dhe hiq dorë nga mbështetja në fuqinë dhe aftësinë tënde. Prandaj lutemi mëngjes e mbrëmje. Allahumma rahmataka arju as'al shani kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat ayn. La ilaha illa ant. Po Allah në mëshirën tënde shpresoj. Me përmirësot të gjitha çështjet, mos më lër ti mbështetem vetes asnjë të rrahur që pallash. Nuk ka të adhuruar tjetër me drejt për posteje. E bën të dua, këtë dua për mësram mëngjes e mbrëmje. Pra duhet ta bëjmë të dua.
që ti distancohesh nga fuqia dhe nga aftësia jote. Ky është tauhidi. Thot Ibnul Qayyim Allahu mëshiroft, sikur të donte Zoti yt, do të ishe edhe ti si ata, sepse zemra është mes gishtave të gjithëmëshishmit. To kanë qenë janë vargje, por se në shqip vështirë ti përshtatesh, ky është përshtatja më e bukur. Janë të Ibnul Qayyimit, domethënë, vargjet e tij janë, më duket Enunia Ibnul Qayyimit, Allahu mëshiroft. Është poezi madhështore. Kjo sure, thot shehu, nëse e mediton dhe thellohesh në të bën ta njohësh Allahun lartësuar dhe të madhruar në mënyrë të plotë me emra dhe cilësitë e tij dhe me mirësitë e tij ndaj teje. Dhe kjo ta shton ty besimin dhe bindjen. Dhe njohja e vetes tënde se je i dobët dhe ke nevojë për Allahun, prandaj lexon këtë sure dhe përsërit atë në çdo rekat, sepse ti ke nevojë për të. Sepse në ato gjendet kjo lutje madhështore, e cila nëse Allahu e pranon prej teje, do të jesh i lumtur në këtë botë dhe në tjetrën. E nëse je i shkujdesur ndaj saj dhe nuk e përdor atë, atëherë kjo nuk të bën dobi. Kjo gjë e përforcon edhe më shumë për robin që të meditojë rreth Kuranit, sidomos ndaj kësaj sure madhështore. Thot Ibnul Qayyim Allahu mëshiroft, medito Kuranin nëse udhëzimin kërkon, sepse dia në meditimin e Kuranit qëndron. Kemi më dorë të përshtasim, çik më rim për ata që pëlqejnë në madhërimën për vëllezërit tanë. Edhe një herë, medito Kuranin nëse udhëzimin kërkon, sepse dia në meditimin e Kuranit qëndron. Rabbil Alamin, Zoti i botë tregon se patjetër ka një Zot krijues dhe një të krijuar që është i sunduar dhe i krijuar nga Zoti i botërve. Ar-Rahman Ar-Rahim, mëshiruesi mëshirëploti, duke qenë se ka një që mëshiron, patjetër ka një që i bëhet mëshirë dhe ai është krijesa. Tauhidi. Mëshiruesi është Allahu, ndërsa ai mëshiruari është krijesa. Po unë e di kemi nevojë për mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Thot autori, duke qenë se ka një sundues, El Malik ose El Malik, patjetër që ka dhe të sunduar. Duke qenë se ka rob, patjetër që ka dhe të adhuruar. Dhe duke qenë se ka udhëzues, patjetër që ka dhe të udhëzuar. Dhe duke qenë se ka dhurues të mirësive, patjetër ka dhe që u jepen këto mirësi. Dhe duke qenë se ka të tillë që mbi ta ka rënë zemrimi, patjetër që ka dhe të zemëruar. Dhe duke qenë se ka të humbur, patjetër që ka dhe humbës. Yudillu yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Udhon atë që do dhe hum atë që do. Ai që meriton humbjen dhe devimin, Allahu humbet. Pra kjo sure përfshin uluhian dhe rububien, si dhe mohimin e mangësive nga Allahu i madhruar dhe përfshin njohjen adhurimin dhe shtyllat e tij. Wallahu a'lam. Po Sheikh Fauzani në shpjegimin e këtyre fjalëve të fundit të autorit thot zotëruesi, pra sunduesi i ditës së gjykimit. Duke qenë se ka sundues, patjetër që ka të sunduar dhe ata janë robërit dhe të gjitha krijesat. Duke qenë se ka rob, patjetër ka të adhuruar dhe ai është Allahu i lartësuar dhe i madhruar. Ihdina siratal mustaqim, pra na udhëzon në rrugën e drejtë, duke qenë se ka udhëzues, që është Allahu, atëherë ka edhe të udhëzuar, pra që është robi. Siratal ladhina an'amta alehim, pra në rrugën e atyre që u ka dhënë mirësi. Kjo tregon se ka dhurues të mirësive. Prandaj duhet të jenë dhe ata që u jepen mirësi, dhe ata janë të gjithë robërit të Allahut. Ghayril maghdubi alehim, pra jo në rrugën e atyre që kanë tërhequr mbi vetë zemrimin, ata janë thotë hebrejt dhe ata që ndjekin rrugën e tyre, që mësuan por nuk punuan me të. Patjetër pra ka edhe të zemëruar, që është Allahu subhanahu wa taala. Zemrimi është nga cilësitë e tij. Ai zemrohet, hidhrohet dhe urren. Ndërsa ai mbi të cilin bie zemrimi, urrejtja dhe pakënaqësia, është krijesa mëkatare që kundërshton urdhrat e Allahut. Dhe siç u përmend edhe më parë, në të përfshihen të trija llojet e tauhidit. Tauhidi rububia, uluhia dhe asma u sifat, pra emra dhe cilësive. Si dhe mohimi i mangësive dhe të metave nga Allahu i lartësuar, dhe ky është tauhidi. Në të përfshihen dashuria me përulje, shpresa dhe frika. Këto pra janë shtyllat e adhurimit. Dhe mbyllësiu thotë sallallahu alaihi wasallam, pra lëvdata shumë shpëtimi i madh i Allahut qofshin me profetin ton. Allah shpërblet me mirësi Sheikhul Islam Muhammed ibn Ibrahim për atë që sqaroi dhe shpjegoi. Ky ishte mësimi. Kemi edhe disa pyetje, 3 faqe me pyetje janë që mos t'i lëm se nuk janë shumë, për mësimin tjetër, që të fillojmë brashur tjetër, po i bëjmë sot apo jo, apo lodhët. Pyetja e parë që drejtohet shehun në fund të kësaj broshure, është Allahu ju dhon mirësi Sheikhun nderuar. Ky pyetës thotë, lexojmë dhe dëgjojmë për murxhiat e fuqahave, prandaj kërkoj sqarim për këtë.
Përgjigje Sheikh Fawzani thot murxhiat e fuqahave ose murxhiat e Ahli Sunnetit janë hanefit, sepse sipas tyre imani është fjalë me gjuhë dhe besim në zemër, ndërsa veprat ata thonë se nuk hyn në realitetin e imanit, por janë kusht ose plotësues i tij. Prandaj u quajtën murxhia sepse e vonuan, pra përjashtuan veprën nga përkufizimi i imanit. Dhe u quajtën murxhiat e fuqahave ose murxhiat e Ahli Sunnetit. Nuk ka dyshim se kjo është gabim për këtë lloj emërtimi, por sidoqoftë ata janë lloji më i lehtë i murxhiave. Të sigur murxhiat janë 4 lloje, mbaj mend. Lloji më i keq dhe më i shëmtuar janë xehmit, të cilët thonë imani është vetëm njohje me zemër, edhe nëse nuk e beson. Ky është lloji më i keq i irxhas. Lloji i dytë i murxhiave janë ata që thonë se imani është vetëm besim në zemër, pa shqiptim me gjuhë. Ky është mendimi e Ash'arive. Ka Ash'arit pas kanë dhe irxhe. Dhe xehmiet kanë llojin më të shëmtuar të irxhas. I treti, ata që thonë se imani është shqiptim me gjuhë edhe nëse nuk beson me zemër, ky është mendimi i kerramitëve. Lloji i katërt, ata që thonë se imani është besim në zemër dhe shqiptim me gjuhë, këta janë hanefit. Ky është e pyetja e parë. Pyetja tjetër, a është prej kufrit miqësimi me jo besimtarët? Përgjigje. Miqësimi me jo besimtarët është ndaluar dhe i kot. E nëse e do atë që ata kanë prej kufrit, atëherë bëhet jo besimtar, pra del nga feja. Kur e do mushrikun dhe jo besimtarin për fenë e tij, kjo është ridde, kjo është anulues i Islamit. Nëse e do për dynjan e tij, ose për interes dynjaje, kjo është gjunahu madh. Sjaron Sheikh Sulejman Ruhali dietar tjerë. Nëse do për fenë e tij, ke bërë çfarë? Ke bërë kufër. Pyetje tjetër. Allah është përblef, thot, një pyetës thot, fjala autorit në 3 parimet se është detyrë për çdo musliman dhe muslimane të mësoj këto 3 çështje. A janë këto 3 çështje kufiri minimal i detyrueshëm për të mësuar në akide? Pra njohja që robi do të njohë Zotin e tij, fenë e tij, rrugën e tij. Përgjigje shihut ata këto janë prej çështjeve më të rëndësishme të akides. Por se jo, se mjafton me një dhe me do të 3, më duhet thellohesh edhe në çështje të tjera. Pra duhet mësosh bazat e besimit, besimin në Allahun, melekët e mërat, pra gjëra më tonë besimi në jetën mbas vdekjes, çështjet e varit, pastaj ndjenjën e vetes e tjera. Kështu që ato 3 janë, domethënë, thotë shiku çështjet më të rëndësishme të akides. Pyetje tjetër, Allahu shpërblet thotë disa prej atyre që shikojnë ndeshjet e futbollit. Vonohen nga namazi me xhamat, që të mos humbasin asgjë nga ndeshja. A ndikon kjo në tauhidin dhe dashurinë e tyre për Allahun? Përgjigje, thotë Sheikh Fawzani, po, kjo e pakson tauhidin e tyre, sepse ata kanë preferuar dhe parapëlqyer dashurinë për ndeshjen e futbollit mbi bindjen ndaj Allahut të lartësuar të madhruar, duke vendosur dashurinë për shikimin e ndeshjes mbi atë që e do Allahu. Dhe thotë, kul, in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum, deri në fund ai që përmend në surën Tobe, thuaj, nëse etrit tuaj, bijt tuaj, vëllezërit tuaj e mëra, atëre fatarabbasu, atëre prisni, Zot na rrit në shkimin e Allahut dhe urdhën e Allahut. Prandaj kujdes ai që e përparësi çfarë këtyre gjërave të dunjas përpara namazit në kohën e duhur. Pyetje tjetër, a është mangësi në iman trajtimi me rukje dhe forma të tjera mjekimi? Ka njerëz që thotë jo, s'du rukja, thotë. Që temperatura 70 mijë, thotë. Ose s'du mjekon, thotë. Temperatura 70 mijë që do të hyjnë në xhenet pa llogari dhe pa ndëshkim. A është mangësi në iman? I thon shehut, besim, përgjigje. Mjekimi me ilaçe të lejuara është prej shkaqeve të lejuara që mund të përdoren, duke u dorëzuar dhe duke u mbështetur tek Allahu subhanahu wa taala. Nuk lihen shkaqe duke marrë vetëm mbështetjen, dhe as nuk merren shkaqe duke lënë tawakkulin, pra mbështetjen tek Allahu. Pra, bashkohen të dyja këto. Kjo është rruga e besimtarëve. Bashkimi i marrjes së shkaqeve të dobishme dhe të lejuara me mbështetjen tek Allahu, dhe mjekimi është shkak i lejuar. Pra nuk është ndalohet, nuk e pakson imanin, pra nuk është kundërshtim me imanin. Pyetja e fundit që i bën shehut, Allahu e ruajt atë dhe ne, thotë, a mund të na sqaroni si bashkohet dashuria e prindit për fëmijët e tij me dashurinë e tij për Allahun e lartësuar? Pra që mos bin ndesh. Që s'përmbledh për dashurinë që ka për fëmijët. Thotë shehu, po, nëse dashuria për ta, pra fëmijën, gruan, në meradh, përplaset, pra ndeshet me dashurinë për Allahun, dhe ti je përparësi dashurisë për ta mbi dashurinë për Allahun, atëre kjo është ajo për cilën ka kërcënim. Nëse e lën namazin me xhamat për shkak të bindjes ndaj fëmijëve apo ndonjë krijese, atëherë ke parapëlqyer dashurinë e tyre. Nëse lë xhihadin rrugt Allahut,
kur është detyrim individual për ty, ose lë hijretin duke dëshiruar vatanin, se lo se braktisat dhe në fund. Ndërkohë që aty vend shirku, vend kufri, cënohet imani yt, morali yt, feja dhe mëra, thonë nuk e lë thot vatanin. Apo për fëmijën apo për banesën, atëherë kjo është prej dhënies përparësi dashurisë së këtyre gjërave mbi dashurinë për Allahun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pra me kaq që mbyllim mësimin e sotëm. Nëse Allahu ta bëjë atë sinqert për fytyrën e tij dhe na e pranoj, na bëjë atë dobishëm ditën ku nuk bën dobi as fëmijë as pasuria, përpas atij që prej nesh i kthehet Allahu me zemër të ruajtur. Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.